Të zbuluar të vërtetën na duhet I rikthehemi historisë për zbuluar origjinën tonë, historinë e mbi të gjitha kufijt, qoftë ato reale por edhe metaforike. Ndaj sot do të flasim për pllakat e plumbit të Dodonës. Disa pllaka prej plumbi shumë të çuditshme që sipas gjasave priftëreshat e orakullit më të famshëm të botës, të Dodonës, ato I zbërtheni me anë të fshfërimave të gjetheve të lisit. Dhe sipas gjasave tregonin të ardhmen e njerëzve. Enigma në zbërthim të mistereve qihen. Orakulli I Dodonës, dedikuar të madhit Zeus, ku sipas legjendës njëri prej dy pëllumbave lëshuar nga Egjipti I lashtë do të ulej mbi një lis, aty mbi malin e Tomorrit. E kështu banorët e zonës do të ndërtonin orakullin më të shenjtë, prej të cilit do të zgjohej zëri Zeusit. Lisi ishte madhështor që sipas mitit u bënte hije krejt burrave të vendit. Gjethet e shumta e të mëdha lëshonin një fshfërim, të cilën priftëreshat e Zeusit interpretonin duke profetizuar të ardhmen, ku sipas Homerit ishte fshfërima e Dados, e ëma e Afërditës, ose Diona, si e shkruajnë gabimisht shkrimtarët përsëritës. Po sa I lashtë ishte ky orakull? Për cilën periudhë bëhet fjalë? Askush nuk di të vërtetën, por ne do të mundohemi të shpërbëjmë pluhurin e viteve në zbërthim të enigmave që fshihen. Orakulli I Dodonës ka pasur një ndër orakujt më të rëndësishëm që ka ekzistuar në planetin Tokë dhe është 8 I vjetër, mendohet që është rreth 50.000 vjeçar. Po nëse orakulli I Dodonës ishte kaq I lashtë, atëherë pse në përgojdhëna dhe shkrimet e lashta mendohet se ishte I viteve 1000-2000 para erës sonë? Orakulli I Dodonës është një ndër 8 orakujt më të rëndësishëm që ka ekzistuar në planetin Tokë. Dhe si orakull, ky mendohet që është rreth 50.000 vjeçar. Dhe kur flasim për 50.000 vjet, ka të bëjmë me qytetërimin lemurian. Dhe në këtë qytetërim, njerëzit kontaktonin nëpërmjet dimensioneve të tjera dhe këtë kontakt e realizonin nëpërmjet këtij orakulli që ndodheshe në malin e Tomorrit. Dhe në malin e Tomorrit, ky orakull ka pasur në brendësi, jo në sipërfaqen e malit, siç presupozojnë shumë studiusë të tjerë. Dikush thot se orakulli I Dodonës gjendej në thellësi të malit, dikush tjetër thot se ishte mu në maj të Tomorrit. Megjithatë, pse shërbente ky orakull dhe çfarë etimologjie ka? E vërteta është që në këtë orakull që realizoshe komunikimi me dimensionet e tjera dhe që ta shpjegojmë dhe shprehimisht, fjalën orakull do të thotë fatthenës, që përshkruante ose më saktë bashkonte hapësirën me kohën, dhe hapësira me kohën bashkoheshe e shkuara e tashmja e ardhmja. Dhe në këtë orakull aty kontaktoheshin nëpërmjet pjatave të plumbit. Dhe pjatat e plumbit brenda në tempullin e Dodonës që furnizoshe ose më saktë është një liqen I nëndheshëm, mendohet që është një liqen I nëndheshëm, I furnizuar nga liqeni I orit, me lumen nga liqeni I orit. Dhe aty krijohet një rezonancë magnetike që përshkon në 528 Hz. Dhe kjo bënte atë që hapte komplet sistemin e çakrave. Dhe në këtë mënyrë funksiononte e gjithë dia dhe njohja e komplet dimensioneve të universit dhe të ekzistencës jetës. Tashmë është e njohur që rrjedha e ujrave, që ka qenë gjithmonë prezent në vendet e shenjta, tregon se njohuritë e fshehta të pritërinjve nuk kanë qenë as pak mediokre. Përkundrazi, me teknologjinë tonë të përparuar, kemi zbuluar rëndësinë e frekuencave të vibrimeve. Dhe është shumë e çuditshme dhe absurde njohuritë që kishin dikur. Nga I dinin ata? Por le të vazhdojmë mëtej.
Qishin pllakat e plumbit? Pllakat e plumbit, këto janë elementët që përdoreshin me elementin e ujit dhe aty shikoshin fatin, sepse edhe vetë rezonanca që bën uji, se uji është magnetik dhe përmjet plumbit, ajo përbënte një lloj frekuencë të tillë që priftëreshat e Dodonës arrinin shikonin komplet të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen në një, ku këtë e shpjegon dhe gjuha shqipe me paskajoren. Dhe paskajorja në shqip, siç është në gegënisht, që është me u bë, në toskërisht është për të bërë. Dhe kjo tregon që edhe vetë ne shqiptarët flasim gjithmonë për ekzistencën, që koha është, dhe koha nuk është në mënyrë siç interpretohet në botën tridimensionale. Dhe ky ka qenë koncepti dhe mënyra dhe arsyeja pse priftëreshat e Dodonës komunikonin nëpërmjet orakullit për të përcaktuar të ardhmen. Këto ynin kontaktonin me këto dimensione, se e ardhmja, e tashmja dhe e shkuara janë një. Në të gjitha legjendat ku flitet për orakullin e Dodonës, përmenden disa pllaka plumbi, ku sipas mitit njerëzit mund t'i bënin pyetje orakullit, duke shkruar pyetjet e tyre vetë ata në pllakat e plumbit. Sapo shkruheshin këto pllaka, priftërinjtë e ngarkuar me detyrë të shërbëtorëve të vendit të shenjtë, çonin pllakat në zemër të orakullit dhe priftëreshat e Zeusit, me sfëshfërimave të gjeteve të lisë, fillonin të interpretonin ato duke u dhënë përgjigjen pyetësve. Po si funksiononin këto pllakat e plumbit? Çfarë bënin njerëzit me fjalë, si ishin këto pllaka? Shkonin njerëzit që bënin kërkesën për të mësuar dhe për të ditur për të ardhmen e tyre dhe priftëreshat e Dodonës. Ku ishin drejtuar? Këto ishin drejtuar ke priftëreshat e Dodonës. Në librin Iliada, Homeri tregon për pllaka shkruara nga Hakili, i cili i bënte lutje Zeusit, dhe priftëreshat interpretonin fjalët e Zotit që i drejtoheshin Akilit me fjalët, me lizët me këmbë të pika që flen për dhe. Nuk dihet nëse Homeri e kishte fjalën për banorët e ishullit të Melit apo për priftëreshat e Dodonës që quante Sëlloi, të cilat ecnin zathur dhe flinin për tokë. Po të lexosh të gjitha përkëthimet që janë bërë Iliadës, askush nuk ka mundur t'i spjegojë mirë thënjet e Homerit. Në fakt, herë ngatrojnë duke thënë se ishin me këmbë të palara, apo të tjerë shkruajnë me këmbë të ashpra. Mos ndoshta duhet të besojmë atyre thashetemeve ku thuhet se shkrimet e Homerit përkthehen kaq lehtë e lirshëm vetëm në gjuhën shqipe, po le të vazhdojmë kërkimet tona e të shohim se çfarë tjetër mendohet për orakullin e Dodonës. Edhe Dodona vetë është shqip dhe kemi të bëjmë me shqipen arkaike, që është e dhëna që do të thotë do të jap, do don ose do dhen. Po se vetëm ajo zonë thotë dadua ose dodua. Dodua, po. Sepse akoma sot do. Po ta shikosh edhe sot është e vetmja që përdoret edhe si term dado ose dodo. Kemi të bëjmë domethënë me zonën që ekziston në Dodon. Kohët e fundit, mjaft studiues shqiptare të huaj kanë zbuluar se orakulli i Dodonës gjendet me të vërtet në malin e Tomot. Madje ka nga ata që tregojnë se është ky vendi i begat që tregohej në legjendat antike. Duhet të them që këtu është tokë e begat, nuk mund të mohet kjo. Si sillet njeriu me këtë tokë, me këtë pasuri, është çështje tjetër pastaj. Sa për ato historitë e Gjenezës, Pellazgët e këto, ne kemi shumë bishkrimet i quajtura Pellazgë. Këta shpella në Vlorë, të famshme shpellën e Lepenicës, e tjera në vende të tjera, ke mbishmet me zape që janë në Itali, nga ilirët me zapë, ke me saplikun në Vlorë, për shembull. Me sapët, me saplik, ka përcyen detin, dihet, këto janë vendosur tonë autor të lashtë. Tani ne na mungon vetëm të gjejmë një gur, si guri i rozetës, një shampolion na mungon ne, që të gjej nga njëra anë, për shembull, këto alfabet, nga ana tjetër o latinisht o greqisht, dhe i zbërthyem të historitë Pellazgë. Po deri në atë moment Pellazgët do ngelen me mec. Është e dhimbshme të mendosh se si gjatë 2000 viteve ky vend është plaçkitur, përdhunuar, turpëruar dhe vjedhur. Dhe për ne sot është pothuajse e pamundur të gjejmë fakte të hipotezave në fal. Ndaj e vetmja gjë që mund të bëjmë është të bazohemi tek shkrimet e autorëve dhe studiuesve të huaj. Pavarësisht domethënë shumë teorive që përpiqen t'i sfumon këto lloj teorish,
sepse nga që aludohet që shqiptarët janë të erdhur në Shqipëri, por e vërteta është komplet e kundërt. Dhe kur flasim për termat pelazg, iliro-pelazgët, nuk kanë qenë të shtrirë thjesht vetëm në vetë zonën e Ballkanit ose të gadishmit ilirik, sepse edhe kjo përsëri është një manipulim i historisë. Dhe ky manipulim i historisë përpiqet që çdo gjë shqiptare që ndodhet jashtë gadishmit ilirik ose shtrirjen më të gjerë që është komplet deri në Azi, në Indi, kanë qenë komplet të banuara nga shqiptarët. Dhe ne jemi autoktonë. Dhe kjo tregon origjinën tonë dhe thelbi i origjinës tonë lidhet me Dodonën. Dhe zemra e shqiptarëve dhe shtrirja e shqiptarëve dhe krijimi është vetë Dodona. Arkeologët akoma sot janë në kërkim të orakullit të vdekur dhe më legjendar të botës me emrin Dodona. Sipas disa studiuesve, aty është porta e botës së nëndeshme. Historianët më të mëdhenj të së kaluarës, Homeri, Herodoti, Thutikidi, Straboni e tjerë flasin për të. Homeri tek Odisea tregon se shtëpia e Hadit gjendej pranë pyjeve të Persefonit, mbushur plot me plepa të lartë dhe shelgje pranë lumejve që derdhen në Akeron. Në qarkun e Friulit në Italinë e Veriut, arkeologët në faqen e tyre shkruajnë: deri në fillim të shekullit kaluar, Dodona asgjë nuk njihej. Shumë arkeologë kanë eksploruar gjithë zonën e Epirit në kërkim të gjurmëve antike të mbetura, por nuk gjetën asgjë të vërtet. Jashmërit i afrojnë shumë malit të Tomorit. Më shumë mecet dhe aq më tepër studiuesit janë të bindur pra se Dodona e famshme gjendet në tokën shqiptare. Gjithmonë tek Odiseu, Homeri shkruan se Uliksi udhëtoi deri në Dodona për t'u këshilluar nga orakulli dhe nga Zeusi. Homeri nënvizon se ai vend ishte i fiseve të Uliksi. Ai shkruan: e kështu Uliksi merr rrugën për të shkuar në orakullin e tij, Dodona, tek Lisi i Shenjtë, i cili e uroi 2 herë atë. Si studiuesit italian Marco Puglieri në shën Newspaper, kulti i diellit praktikoi në malin e Tomorit në kohën e pellazgëve. Më 14 mars festoi Dita e Diellit, simboli i rigjenerimit, që nga kohrat që humbën, akoma sot kjo fest vazhdon të celebrohet në malin e Tomorit nga shqiptarët, shkruan ai. Këtu, sipas legjendës dhe studiuesve të kohës, ekzistonte orakulli pellazgjik i Dodonës, vendi më i shenjtë dhe më i lashtë i historisë së njerëzimit. Priftereshat lexonin të ardhmen nëpërmjet fshfërimit së gjetheve të Lisit të Shenjtë, shkruan autori. Në librin Listati territoriali nel mondo antico, studiuesit italian Cinzia Bearzotti, Franca Landucci dhe Giuseppe Zecchini e spjegojnë mirë vendodhjen e Dodonës. Ata nënvizojnë se gjendej në territorin e Epirit shqiptar, që ishte nën komandën e Pirros, aty pra mbi malin e Tomorit. Mirko Urro thot se arkeologjia ka një gabim të madh dhe historia duhet rishkruar. Në vitin 1961, në Ugento të Italisë u gjend një skulptur dedikuar Zeusit, e njëjta me atë të zbuluar në vitin 1926 në Janin. Mirpo në Janin nuk u gjet asnjë send tjetër përveç kësaj skulpture. Mos ndoshta është e vjedhur nga kush e di se ku. Të dyja statujat janë të viteve 500 para erës sonë. Nëse ajo e gjetur në Janin i përkiste orakullit të Dodonës, atëherë do të thotë që edhe në Ugento kishte një Dodon tjetër. Studiuesi Urro nënvizon se të dyja statujat dhe vendet ku janë gjetur kanë imituar orakullin e vjetër që padyshim gjendet gjetk. Ai thekson se orakulli i Dodonës është shumë afër me familjen mbretërore të Filipit, të Aleksandrit të Madh dhe Pirros, duke nënvizuar simbolin e shenjtë që ata mbajtën derisa ishin gjallë, kurorën prej gjethe Lisi, pra të Lisit të Shenjtë. Kuror e cila me urdhër të Pirros u mbajt për herë të fundit nga një tjetër gjak shqiptari, nga i madhi Qezar, i cili mburrej duke thënë se ajo kuror Lisi në kokë tregonte gjakun Pellazgo i Lir, bir i familjes mbretërore më të shenjtë, quajtur ndryshe Gjaku Blu, nënvizon Mirko Urro. Studiuesi Carlo De Simone shkruan se në botën mikene asgjë nuk njihe fare Lisi i Shenjtë, gjë që gjendet vetëm në visjet shqiptare, nënvizon ai.
Sipas disa gojdhënave, në rrethinat e Tomorit thuhet se gjatë sundimeve në fshehtësi janë bërë kërkime të detajuara ku janë zbuluar rreth 3000 prej atyre pllakave prej plumit, të cilat më shumë se 2500 akoma sot nuk janë mundur të transkriptohen. Mosvall për shkak gjuhës, stafi ynë më kot kërkoi të gjente të paktën një pllak për ta filmuar atë, por ishte pamundur. Megjithatë, detyra jonë është ndezja e shkëndijës së dijes, që ndoshta duke diskutuar së bashku do të ndez zjarrin e zbulimit të origjinës sonë të vërtet, që është baza e së ardhmes. Perikli Ekonomi, edhe pse i moshuar, shkonte shpesh te klisat e Tomorit të Dodonës. Të gjithë e dinë se për të, as që nuk diskutohet që Dodona ishte në malin e Tomorit. Në gojdhënat e popullit ton tregohet se vendi i të mirëve gjendej atje lart në malin e Tomorit, por Dodonën e kujton edhe Plini, Straboni e tjerë. Si e qeren Bejvlora në veprën e dytë duke nënvizuar se orakulli ishte aty, në malin e shenjtë të Tomorit, aty ku jetonin zanat. Naim Frashëri thoshte se në Tomon dëgjohej zana e ligjërimit dhe e drejtësisë, aty ku pelegrinazhet vazhdojnë akoma sot. Duam të përsërisim se kërkimet tona janë vetëm zbërthimi i origjinës sonë, sepse një njeri pa histori mbetet vetëm një ndacak për shoqërinë. Megjithatë, pllakat e plumit të Dodonës janë një mister i vërtet. Pse ishin prej plumbi? Si mundin pritëreshat të interpretonin ato? Mosvall kemi të bëjmë me një tjetër epokë? Atëhere kur njerëzimi kishte arritur teknologjinë dhe dijet më të larta dhe ky ishte shkaku i shkatërimit të tyre, Mosvall, orakulli i Dodonës gjendej aty para përmbytjes universale, sidoqoftë pllakat e ligjëratave të pritëreshave të orakullit më të shenjtë në botë do të mbeten për herë në kujtesën e popullit ton, si vendi pelegrinazhit të shpirtit ton, pjesë e një tjetër dimensioni.